Kompleksi Mozaiku të Tiranës është nominuar për çmimin ndërtesa e vitit 2026 nga revista prestigjioze e arkitekturës Archdaily. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gondja në një reagim tha se ky nominim e pozicionon Tiranën në skenën ndërkombëtare të arkitekturës si një shembull i dialogut mes historisë dhe së tashmes. Gondja thekson se monumenti i Mozaikut të Tiranës është një ndërthurje mes ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike dhe arkitekturës bashkëkohore. Ndërhyrja ka krijuar hapësirën e re moderne që shërben si platformë për prezantimin e mozaikëve më të rëndësishëm, ndërsa po kthehet në një destinacion të rëndësishëm kulturor për Tiranën. Në kushte optimale konservimi dhe përmes programeve edukative për fëmijët e të rinjt, kjo hapësirë vjen si një dritare e re e interpretimit bashkëkohor. Mozaiku i Tiranës daton që prej shekullit të tretë dhe është zbuluar në vitet 70 të shekullit të kaluar, gjatë punimeve për ndërtimin e një bloku pallatash. Archdaily Building of the Year është një nga garat më të mëdha të arkitekturës online, që nga afër 4000 projektet e nominuara janë përzgjedhur 75 finalistë në 15 kategori të ndryshme. Transformimi i piramidës më herët është renditur ndër 12 projektet më të mira të arkitekturës në botë për vitin 2023 nga revista e fushës së arkitekturës, duke e vlerësuar si një ndër projektet më të spikatura globale.